Në prag të Krishtlindjeve, një vajzë e vogël realizon ëndrrën më të madhe të fëmijërisë së saj, duke marrë si dhuratë kukullën që aq shumë e priste. Por një shikim i thjesht drejt një djali të trishtuar ndryshon gjithçka, dhe ajo vendos të bëjë diçka që askush nuk e priste. Ky gjest i pafajshëm i jep udhë një nate magjike, e cila do t'i transformojë dy familje përgjithmonë. Nëse kjo histori ju tërhoqi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që do të dëgjoni ndonjëherë në jetën tuaj. Kapitulli 1 Bulevardi dëshmorët e kombit gëlonte atë pasdite të 23 dhjetorit. Dielli i verës së vonë rrite fort mbi asfalt, duke krijuar atë avullin karakteristik të pasditeve tiranase të fundvitit. Artani ecte përdore me Laurën, vajzën e tij 6 vjeçare, në drejtim të qendrës tregtare aty pranë, në rrugën Myslim Shyri. Vajza hidhej përpjet nga gëzimi, fustani i saj roz i qelët tundej me çdo hap të nxituar që hidhte. Artani e ndjente zemrën të shtrënguar, siç i ndodhte gjithmonë kur shihte ata sy kafe plot jetë. Ishin sytë e Anilës, gruas së tij. Bëheshin gati 2 vjet që ajo ishte ndarë nga jeta, e mundur nga një sëmundje që i vodhi jo vetëm jetën, por edhe pafajësinë asaj familjeje. Laura ishte shumë e vogël kur ndodhi gjithçka, vetëm 4 vjeç e gjysmë. E mbante mend të ëmën në mënyrë të mjegullt, në fragmente kujtimesh që Artani përpiqej t'i mbante gjallë përmes fotove, historive dhe bisedave të vazhdueshme. Sot do të ishte ndryshe. Sot ai do të përmbushte premtimin që i kishte bërë para disa muajsh, kur Laura e pa për herë të parë atë kukull në vitrinën e dyqanit. Një kukull e veçantë, moderne, që këndonte në 3 gjuhë, kërcente dhe tregonte histori me zëra të ndryshëm. Çmimi ishte absurd i lartë, por Artani kishte kursyer para muaj pas muaji. Punonte si inxhinier ndërtimi në një firmë ndërtimi në zonën e Tiranës së Re dhe, pavarësisht rrogës së arsyeshme, ishte e vështirë t'i mbante të gjitha faturat në rregull i vetëm. Por për të parë atë buzëqeshje në fytyrën e së bijës, çdo sakrificë ia vlente. Hyrja e qendrës tregtare ishte plot me njerëz. Familje të tëra mbanin qese plot ngjyra, fëmijë qanin nga lodhja, shitësit bërtisnin ofertat e minutës së fundit. Kondicioneri solli një lehtësim të menjëhershëm kur hyn brenda. Laura e tërhoqi të atin fort nga dora, e njihte saktësisht rrugën. Kishin ardhur aty 3 herë vetëm për të parë, vetëm për t'u siguruar që kukulla ishte ende aty, duke e pritur. Dyqani i lodrave ndodhej në katin e 2. Dritat neoni vezullonin me ngjyra të gjalla, duke lajmëruar promocionet e Krishtlindjeve. Muzikë për fëmijë luej me zë të lartë në altoparlant. Laura u lëshua me vrap sapo hyn, atletet e saj me drita ndizeshin me çdo hap. Artani e ndoqi pas, duke buzëqeshur me atë përzierje gëzimi dhe melankolie që ishte bërë pjesë e përhershme e jetës së tij. Ja ku ishte kukulla. Në raftin e mesit, brenda kutisë së saj transparente, me atë buzëqeshje të stampuar në fytyrën prej plastike. Laura ndaloi para saj sikur të ishte përballë diçkaje të shenjtë. Duart e saj të vogla prekën kutinë me delikatesë, syt i shkëlqenin nga lumturia e pastër. Artani u ul pranë së bijës, mori kutinë dhe ia dha në duar. Laura e shtrëngoi pas gjoksit me aq forcë sa ai u friksua se kutia do të zhubravitej. Pa lot që po i formoheshin në sy vajzës dhe të tij filluan t'i digjnin gjithashtu. Anila duhej të ishte aty. Duhej ta shihte këtë. Duhej të buzëqeshte pranë tyre, të bënte foto, të planifikonte Krishtlindjet perfekte që gjithmonë kishin ëndërruar të kishin. Në atë moment, Laura pa anash. Një djalë, më i vogël se ajo, ndoshta rreth 4 vjeç, qëndronte pranë një rafti plot me robot dhe makina. Ai shikonte i fiksuar një robot të madh, të argjend, që kishte drita blu në sy dhe premtonte të fliste e të ndërvepronte. Duart e tij të vogla prekën kutinë me nderim, por sytë e tij mbanin diçka që Laura e njohu menjëherë. Trishtim. Ai trishtim i heshtur i atij që e ka kuptuar tashmë se disa dëshira nuk realizohen. Pranë djalit ishte një grua e re, duhet të ishte rreth të 30-tave. Kishte veshur një uniform pastrimi poshtë një bluze të vjetër. Fytyra e saj tregonte lodhje të thellë, rrafët e zinj poshtë syve denonconin net pa gjumë. Ajo ul pranë të birit dhe i foli me zë të ulët, me një zë të ngarkuar me faj dhe dashuri. Laura nuk i dëgjonte dot fjalët, por e shihte skenën. Shihte nënën duke i kaluar dorën në flokë djalit, duke u përpjekur ta ngushëllonte.
Shite djalin duke tundur kokën, duke u përpjekur të ishte i fortë, duke u përpjekur të mos qante. Zemra e Laurës u shtrëngua. Ajo pa kukullën që mbante në duar, pastaj pa përsëri djalin. Tërhoqi mëngën e këmishës së të atit me urgjencë. Artani ishte i humbur në mendimet e veta kur ndjeu tërheqjen. Uli sytë dhe pa shprehjen serioze në fytyrën e së bijës. Laura kishte atë fytyrë që bënte kur ishte e vendosur për diçka, kur asgjë në botë nuk do ta bënte të ndryshonte mendje. Babi, tha vajza, duke treguar me gisht në mënyrë diskrete djalin dhe nënën e tij. Hajde t'ja blejmë edhe atij lodrën. Të lutem. Artani ndoqi shikimin e së bijës dhe e kuptoi menjëherë situatën. Pa gruan duke u ngritur, duke kapur dorën e djalit, duke u përpjekur ta nxirrte nga dyqani. Pa rezistencën e turpshme të djalit, i cili hidhte vështrime pas, drejt atij roboti që kur nuk do të ishte i tij. Diçka brenda Artanit lëvizi. Nuk ishte mëshirë. Ishte njohje. E njihte atë dhimbje, atë luftë të përditshme, atë përpjekje mbinjerëzore për të ruajtur dinjitetin ndërsa bota duket se komploton kundër teje. Ai e kishte kaluar këtë në muajt e parë pas humbjes së Anilës. Dallimi ishte se ai kishte familje, kishte një karrierë të stabilizuar, kishte një rrjet mbështetjeje. Ajo grua dukej se ishte krejtësisht e vetme. Laura nuk priti përgjigjen e të atit. Ajo ja la kukullën në krah dhe vrapoi drejt djalit, i cili ishte pothuajse në dalje të dyqanit me të ëmën. Skena ndodhi aq shpejt sa Artani mezi pati kohë të reagonte. Hej, tha Laura, duke tërhequr fundin e këmishës së djalit. Mos u mërzit. Babi im do ta blej këtë robot për ty. Gruaja u kthye e trembur. Pa atë vajzë të panjohur, pastaj burrin që po afrohej me nxitim, ende duke mbajtur kutinë e kukullës. Fytyra e saj u skuq nga sikleti. Jo, nuk ka nevojë, tha ajo shpejt, me zërin që i dridhej. Ne vetëm sa hym të hidhnim një sy. Tashmë po ikim. Artani u afrua dhe pat merrin në sytë e asaj gruaje. Nuk ishte krenari e lënduar. Ishte turp i pastër, lloji i turpit që të gërryen për brenda, që të bën të duash të zhdukesh. Ai e njihte atë ndjenjë, e kishte ndjerë në lëkurën e tij kur ju desh të pranonte ndihmë nga familja në kohët e para. Ju lutem, tha Artani me zërin më të butë që mundi. Do të ishte një nder. Është prag Krishtlindjesh, më lejoni ta bëj këtë për djalin tuaj. Gruaja tundi kokën, sytë tashmë i shkëlqenin nga lotët e përmbajtur. Nuk mund ta pranoj. Nuk ju njoh. Nuk mundem. Laura ul para djalit, i cili shikonte gjithçka me sy të zgurdulluar. Si e ke emrin? E pyeti ajo. Gabriel, u përgjigj djali me zë të ulët. Un jam Laura. Dëgjo, Gabriel, un isha shumë e mërzitur para se të merrja kukullën time. Tani jam e lumtur. Edhe ti e meriton të jesh i lumtur. Të gjithë e meritojnë. Thjeshtësia e atyre fjalëve theu diçka brenda gruas. Ajo vuri dorën në fytyrë, duke u përpjekur të fshihte lotët që filluan të binin. Artani pa momentin e saktë kur ajo u dorëzua, jo sepse donte, por sepse dashuria për të birin ishte më e madhe se çdo krenari apo turp. Në rregull, pëshpëriti ajo. Por vetëm robotin. Vetëm këtë. Unë do t'jua kthej parat në një farë mënyre. Artani bëri shenjë mohuese me kokë. Nuk dua të më paguani. Asgjë. Kjo është një dhuratë. Për Krishtlindje. Nga fëmijët për fëmijët. U kthyen së bashku te rafti i robotëve. Gabrieli zgjodhi të njëjtin që kishte parë më parë, atë të argjend me drita blu. Kur Artani ja vuri kutinë në duar djalit, ai e përqafoi sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. Lotët i rridhnin në heshtje nëpër fytyrën e tij të vogël. Artani pa përreth dyqanit. Kishte kaq shumë lodra aty. Kaq shumë ngjyra, kaq shumë mundësi. Mendoi se sa herë Laura kishte vetëm një lodër të re, ndërsa fëmijët të tjerë kishin dollap plot. Mendoi se sa e padrejt ishte që disa fëmijë i kalonin Krishtlindjet pa asgjë, ndërsa të tjerë kishin më shumë se sa mund të përdornin. Ai mori një makinë me telekomandë dhe e vuri në karrocën e blerjeve. Pastaj mori një lojë ndërtimi, disa libra për të ngjyrosur, lapsa me ngjyra, një top. Gruaja u përpoq të protestonte për çdo send të ri, por Artani vazhdonte të merrte gjëra, duke zgjedhur me kujdes, duke imagjinuar se çfarë do t'i pëlqente Gabrielit.
Laura gjithashtu filloi të ndihmonte, duke marrë lodra që mendonte se do t'i pëlqenin djalit. Së shpejti karroca u mbush. Gruaja ishte e paralizuar, e pa aftë të përpunonte atë që po ndodhte. Mariana, tha ajo pa pritur. Emri im është Mariana. Artani buzëqeshi. Gëzohem, Mariana. Unë jam Artani dhe kjo këtu është Laura. Ata shkuan te kasa. Arkëtarja kaloi send pas sendi dhe vlera rritej. Artani as nuk e pa totalin. Kaloi kartën pa hezituar. Kur aparati e miratoi, ai mori të gjitha qeset dhe ia dha gjysmën Laurës për t'i mbajtur. Në dalje të dyqanit, Gabrieli mbante kutinë e robotit me aq kujdes sa dukej se kishte frikë të zgjohej nga një ëndër. Laura ecte pranë tij, tashmë duke biseduar për lodrat, për krishtlindjet, për gjithçka dhe për asgjë me atë lehtësi që vetëm fëmijët e kanë. Artani dhe Mariana ecnin pas në një heshtje të sikletshme. Ajo ende dukej në shok, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë sapo kishte ndodhur. Ai mendonte për Anilen, se si ajo do të kishte bërë saktësisht të njëjtën gjë po të ishte aty. Ajo gjithmonë ishte bujare, gjithmonë ishte nga ata njerëz që nuk mund të shihnin dikë në nevojë dhe të qëndronin duar kryq. Dëgjo, tha Artani kur arritën pranë zonës së restoranteve. Fëmijët po merren vesh mirë. Si thua të pim një akullore? Jash bën një vap e tmerrshme. Mariana hezitoi. Keni bërë kaq shumë për ne. Nuk mund të pranoj më asgjë. Është vetëm një akullore, Mariana. Shikoje ata. Tashmë janë bërë miq. Ishte e vërtetë. Laura dhe Gabrieli tashmë po qeshnin së bashku, Gabrieli duke treguar kutinë e robotit dhe Laura duke treguar të sajën të kukullës. Kishte diçka magjike në atë lidhje të menjëhershme, atë miqësi që lind pa mundim, pa gjykim, pa barriera. Mariana u dorëzua. Shkuan te akulloria dhe u ulën në një tavolinë me 4 vende. Fëmijët porositën akullore të mëdha me mbulesa plot ngjyra. Të rriturit porositën kafe. Ndërsa Gabrieli dhe Laura lyeshin me gëzim, Artani dhe Mariana filluan të bisedonin. Në fillim ishte e vështirë. Mariana ishte qartësisht e sikletosur, ende duke përpunuar mirësinë e atij të huaj. Por pak nga pak, ndërsa Artani fliste për jetën e tij, për Laurën, për sfidat e të qenit baba i vetëm, ajo filloi të hapej gjithashtu. Mariana tregoi se punonte si pastruese në 2 turne të ndryshme. Në mëngjes pastronte zyra në qendër, pasdite kujdesej për disa shtëpi në lagje të pasura. Gabrieli qëndronte në një kopsht publik gjatë ditës dhe natën rinte me një fqinje të moshuar që i merrte pak para për t'u kujdesur për të. Ajo ishte braktisur nga babai i Gabrielit gjatë shtatëzënisë, kur më nuk kishte pasur lajme prej tij. Familja e saj kishte prerë marrëdhëniet kur ajo mbeti shtatëzën beqare. Ishte krejtësisht e vetme në botë, vetëm ajo dhe i biri. Historia doli pak nga pak, mes pauzash dhe shikimesh poshtë, e ngarkuar me një turp që nuk duhej të ekzistonte. Artani dëgjonte në heshtje, duke ndjerë një përzierje zemërimi për padrejtësinë dhe admirimi për forcën e asaj gruaje. Ajo po mbietonte. Jo vetëm po mbietonte, por po rriste një fëmijë, duke e mbajtur të pastër, të edukuar, të shëndetshëm. Ishte një arritje heroike. Ai tregoi për Anilen, se si ajo ishte diagnostikuar me një sëmundje të rëndë kur Laura ishte vetëm 3 vjeç. Tregoi për trajtimet, për shpresën që shuhej me çdo analizë të keqe, për ditën kur ajo më në fund prehu. Tregoi se sa e vështirë ishte t'i shpjegojë një fëmijë 4 vjeçar se nëna nuk do të kthehej më, për netët kur Laura qante duke kërkuar të ëmën, se si ai ndihej i pafuqishëm dhe i humbur. Historitë e të dyve ishin të ndryshme, por mbanin të njëjtën peshë. Vetmi. Luftë. Frikë nga e ardhmja. Por edhe diçka më shumë. Shpresë. Shpresa kokfort që na bën të zgjohemi çdo ditë dhe të vazhdojmë të përpiqemi, të vazhdojmë të besojmë se gjërat mund të përmirësohen. Fëmijët mbaruan akulloret dhe kërkuan të shkonin te këndi i lojrave që ishte në qendrën tregtare. Artani dhe Mariana ran dakord, të lumtur që kishin disa minuta më shumë së bashku. U ulën në një stol nga ku mund t'i shihnin të dy duke luajtur. Gabrieli dhe Laura tashmë silleshin si vëllezër e motra, ajo kujdesej për të në lodrat më të mëdha, ai qeshte me shakat e saj. Artani pa Marianën. Drita e diellit që hynte nga dritarja e tavanit i ndriçonte fytyrën në një mënyrë të veçantë. Ai vuri re se ajo ishte e bukur, pavarësisht lodhjes së dukshme.
Kishte flokë gështenjë të erët të lidhur në një bisht të thjesht, sy jeshil që shkëlqenin kur fliste për të birin, një buzëqeshje të turpshme por të sinqertë. Mariana e ndjeu shikimin e tij dhe u skuq lehtë. Kishte kaq shumë kohë që dikush nuk e shikonte në atë mënyrë. Jo me mëshirë, jo me dëshirë vulgare, por me interes të sinqertë. Me respekt. Koha kaloi shpejt. Tashmë po erej kur Artani pa orën. Kishte darkë për të përgatitur në shtëpi, ende duhej të kalonte nga supermarketi për të marrë disa gjëra të minutës së fundit. Por nuk donte që ai moment të mbaronte. Kishte diçka të veçantë që po ndodhte aty, diçka që ai nuk mund ta emërtonte ende. Ishte Laura ajo që e zgjidhi situatën. Ajo erdhi me vrap me Gabrielin, të dy të djersitur dhe të lumtur. Babi, tha ajo. Po sikur Gabrieli dhe teta Mariana të hanin darkë me ne nesër? Janë Krishtlindjet. Askush nuk duhet të rrijë vetëm për Krishtlindje. Mariana u skuq me një herë. Jo, nuk mundemi. Ju keni bërë shumë. Nuk dua t'ju shqetësoj. Nuk na shqetëson as pak, tha Artani, dhe kuptoi se po fliste me sinqeritet të plotë. Kam bërë ushqim me tepri, siç bëj gjithmonë. Shtëpia është e madhe, ka vend mjaftueshëm. Dhe do të ishte shumë mirë të kishim shoqëri. Laura ka të drejtë. Askush nuk duhet t'i kaloj Krishtlindjet vetëm. Mariana pa Gabrielin, i cili e vëzhgonte me ata sy plot shpresë. Pa Laurën, që buzëqeshte e emocionuar. Pa Artanin, që kishte një shprehje të sinqertë dëshire që ajo të vinte. Diçka brenda saj u dorëzua. Diçka që ishte e fortë dhe e mbyllur prej vitesh filloi të zbutet. Në rregull, tha ajo me zë të ulët. Do të vim. Por do të sjell diçka për të ndihmuar me darkën. Nuk ka nevojë të sjellësh asgjë. Vetëm ju të dy. Kjo tashmë është dhurata më e mirë. Shkëmbyen numrat e telefonit. Artani i dha adresën. Takuam për në orën 7 të mbrëmjes së ditës tjetër. Kur u përshëndetën në derën e qendrës tregtare, fëmijët u përqafuan si miq të vjetër që nuk donin të ndaheshin. Mariana dhe Artani u përshëndetën me një shtrëngim duarsh që zgjati një sekond më shumë se sa duhej. Rrugës për në shtëpi, Laura nuk pushoi së foluri për Gabrielin, se sa i lezetshëm ishte, se sa i lumtur ishte që ata do të vinin për darë. Artani ngiste makinën në heshtje, duke menduar për Marianën, për forcën që ajo tregonte, për cenueshmërinë që përpiqej të fshite. Për herë të parë në gati 2 vjet, ai ndjeu diçka ndryshe në gjoks. Nuk ishte tërheqje fizike, jo ende. Ishte lidhje. Ishte ndjesia e të pasurit gjetur dikë që kuptonte, dikë që e dinte se çdo të thoshte të mbaje peshën e botës i vetëm. Në apartamentin e saj në periferi të Tiranës, Mariana e vuri Gabrielin të flinte më herët. Djali ishte i raskapitur nga aq shumë emocione, por i lumtur. Ai përqafonte kutinë e robotit edhe në gjumë, një buzëqeshje në fytyrë. Ajo e shikoi për minuta të tëra, duke ndjerë një mirënjohje aq të thellë sa i dhemte. Pastaj shkoi në dhomën e ndenjes dhe i telefonoi shoqes së saj të vetme, Teftës, fqinjes që kujdesej për Gabrielin. I tregoi gjithçka që kishte ndodhur, ende pa e besuar plotësisht. Tefta u emocionua dhe në të njëjtën kohë u shqetësua. Kujdes, bia ime, i tha ajo. Bota është plot me njerëz të këqij. Por nëse ata janë vërtet njerëz të mirë, shijoje. Ju e meritoni pak gëzim në jetë. Mariana e mbylli telefonin dhe mbeti duke parë qeset me lodra që Artani kishte blerë. Ishin kaq shumë gjëra. Gabrieli do të kishte Krishtlindje që ajo kur nuk do të mund t'ia siguronte e vetme. Lotët filluan të binin, por këtë herë nuk ishin nga trishtimi. Ishin nga diçka që ajo nuk e ndjente prej shumë kohësh. Shpresë. Artani arriti në shtëpi dhe e ndihmoi Laurën të organizonte të gjitha lodrat. Ajo donte t'i linte të gjitha gati për t'ia treguar Gabrielit ditën tjetër. Biseduan për darkën, për atë që do të përgatisnin. Laura ishte e emocionuar në një mënyrë që ai nuk e kishte parë prej muajsh. Para se të flinte, Laura bëri diçka që nuk e bënte që kur ishte shumë e vogël. I kërkoi të atit të lutej me të. Artani nuk ishte veçanërisht fetar, por Anila ishte. Ajo i kishte mësuar disa lutje Laurës kur ishte foshnjë. U gjunjëzuan pranë krevatit dhe Laura filloi të fliste, me atë zë të butë dhe të sinqertë të fëmijëve. Faleminderit që më dhe kukullën që doja.
Faleminderit që më dhe një mik të ri. Faleminderit që solle Gabrielin dhe teta Marianën në jetën tonë. Mendoj se mami na I dërgoi ata. Që të mos rrim më kaq vetëm. Kujdesu për mamin atje në qiell dhe kujdesu për ne këtu poshtë gjithashtu. Amin. Artanit ju desh të përmbahej për të mos qarë aty për aty. E përqafoj të bien me forcë duke ndjerë një përzierje dhimbjeje dhe mirënjohjeje. Dhimbje për mungesën e Anilës. Mirënjohje për të pasur atë vajzë të mrekullueshme në jetën e tij. Dhe diçka më shumë. Një ndjesje e çuditshme por e mirë, një lloj pritjeje për ditën tjetër. Atë natë, të dy fjetën më mirë se sa kishin fjetur prej shumë kohësh. Artani ëndërroi Anilën, por këtë herë nuk ishte një ëndër e trishtë. Ajo po buzëqeshte, duke I bërë me dorë, duke I në paqe. Kur u zgjua në mesnatë, mbeti duke parë tavanin e dhomës, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur atë ditë. Mariana gjithashtu e pati të vështirë të flinte, por jo nga ankthi që zakonisht ndjente. Ishte emocion. Nervozizëm. Diçka që nuk e ndjente që para se të lindte Gabrieli. U ngrit disa herë për të kontrolluar nëse rrobat e pakta të mira që kishte ishin të pastra dhe të hekurosura. Donte të lindte një përshtypje të mirë. Nuk e dinte mirë pse, por donte. Dita e Krishtlindjeve zbardhi me diell dhe e ngrohtë, siç ishte tipike në Tiranë në atë kohë të vitit. Artani u zgjua herët dhe filloi të përgatiste gjithçka. Kishte bler gjel deti, përshesh, pilaf, sallata, ëmbëlsira. Shtëpia filloi të mbushej me erën e mirë të ushqimit të shtëpisë. Laura u zgjua dhe shkoi direkt të ndihmonte, e emocionuar nga ardhja e të ftuarve. Mariana e zgjoi Gabrielin herët gjithashtu. U lan, veshën rrobat më të mira që kishin. Ajo bëri një byrek të thjeshtë për të marrë me vete, edhe pse Artani I kishte thënë se nuk kishte nevojë. Krenaria e saj nuk e lejonte të shkonte duar bosh, edhe pse e dinte se ai byrek nuk ishte asgjë krahasuar me gjithçka që Artani kishte bërë për ta. Morën 2 autobus për të arritur në adresë. Shtëpia ndodhej në një lagje të klasës së mesme, me pemë dhe e qetë. Ishte një vilë e bukur, me kopsht përpara dhe një verandë mikpritëse. Mariana ndjeu një shtrëngim në gjoks kur e krahasoi me apartamentin e saj të vogël në periferi. Por e largoi mendimin. Nuk ishte koha për të ndjerë inferiore. Ishte koha për të qenë mirënjohëse dhe për të shijuar atë moment. I ran ziles saktësisht në orën 7. Artani hapi derën me një buzëqeshje të gjerë, I veshur me një këmishë të thjeshtë dhe xhinse. Laura u shfaq pas tij dhe e tërhoqi Gabrielin brenda, duke I treguar tashmë lodrat që kishin përgatitur. Mariana hyri e turpshme, duke I dhënë byrekun Artanit. Ai e falenderoi me sinqeritet, duke lavdëruar aromën e mrekullueshme. Ajo pa përreth dhe pa një shtëpi komode, të dekoruar me shije, plot me foto të Laurës në momente të ndryshme të jetës. Në disa foto kishte një grua të bukur pranë tyre. Duhej të ishte Anila. Darka u shërbye në dhomën e ngrënjes. Tavolina ishte shtruar me mbulesë të bardhë dhe qirinj të ndezur. Gjithçka shumë e thjeshtë, por e bërë me dashuri. U ulën të gjithë së bashku, Artani në njërin skaj, Mariana në tjetrin dhe fëmijët anash. Para se të fillonin të hanin, Laura kërkoi të bënin një lutje. Kapën duart rreth tavolinës. Artani e gjeti veten duke mbajtur dorën e vogël të Gabrielit në njërin anë dhe dorën delikate të Marianës në tjetrën. Ndjeu një të dridhur që I përshkoi shtyllën kurrizore. Kishte kaq shumë kohë që nuk mbante dorën e një gruaje në atë mënyrë. Laura filloi të fliste, duke improvizuar një lutje në mënyrën që vetëm fëmijët din ta bëjnë. Falenderoi për ushqimin, për shtëpinë, për miqtë e rinj. Falenderoi që kishte njohur Gabrielin. Përmendi nënën në qiell, duke kërkuar që ajo të ishte krenare. Dhe e mbylli duke thënë diçka që I bëri të gjithë të rriturit të mbeteshin pa fjalë nga emocioni. Dhe faleminderit që na solle një familje të re. Sepse unë mendoj se ata janë familje tani. Amin. Darka kaloi në një atmosferë të lehtë dhe të lumtur. Fëmijët hëngrën sikur të mos kishte të nesërme, duke provuar gjithçka. Të rriturit biseduan, ndan histori, qeshën. Mariana u relaksua pak nga pak, duke I lejuar vetes të shijonte atë moment pa faj. Pas darkës, pan një film krishtlindjesh në dhomën e ndenjes. Fëmijët ushtrin në dysheme mbi jastëk dhe batanije.
Artani dhe Mariana u ulën në divan duke ruajtur një distancë respektuese, por të ndërgjegjshëm për njëri tjetrin. Gjatë filmit, duart e tyre u prekën aksidentalisht kur të dy u përpoqën të merrnin tasin me kokoshka në të njëjtën kohë. Prekja ishte e shkurtër, por la një gjurmë. Kur filmi mbaroi, fëmijët pothuajse kishin fjetur. Mariana tha se duhej të iknin, ishte bërë vonë. Artani i ofroi t'i çonte me makinë, por ajo refuzoi. Tha se autobusi ende kalonte dhe se ajo e njihte mirë rrugën. Ai këmbënguli, mori çelsat e makinës pa pranuar jo si përgjigje. Gjatë rrugës për në shtëpinë e Marianës, fëmijët fjetën në sediljen e pasme. Të rriturit biseduan me zë të ulët duke ndarë mendime për ditën se sa e veçantë kishte qenë. Kur arritën te pallati i Marianës, i thjeshtë dhe i vjetëruar, ajo u ndje e sikletosur për një moment. Por Artani vetëm buzëqeshi dhe tha se e rëndësishme nuk ishte ku banonim, por kush ishim. E ndihmoi të mbante Gabrielin deri në apartamentin në katin e tretë, pasi nuk kishte ashensor. Mariana hapi derën dhe ai e vuri djalin në krevat. Apartamenti ishte i vogël, por jashtëzakonisht i pastër. Kishte pak mobilje, por ishte i organizuar me dashuri. Në derë, para se të ikte, Artani e mbajti dorën e Marianës për një moment. Faleminderit që erdhët, tha ai. Ishin Krishtlindjet më të mira që kam pasur prej vitesh. Unë të falenderoj, u përgjigj ajo. Ju ndryshuat jetën e djalit tim. Ndryshuat jetën time. Do të shihemi përsëri, tha Artani, dhe kuptoi se nuk ishte një pyetje. Ishte një pohim. Një premtim. Mariana pohoi me kokë, duke buzëqeshur. Po, do të shihemi. Ai zbriti shkallët duke ndjerë diçka të çuditshme në gjoks. Ishte shpresë e përzier me frikë. Shpresë se diçka e re mund të fillonte. Frikë se mund të lëndoi përsëri, të lëndonte Laurën, të lëndonte ata njerëz që sapo kishin hyrë në jetën e tyre. Por një gjë e dinte. Ai takim në dyqanin e lodrave nuk kishte qenë rastësi. Ishte fath. Ishte universi që komplotonte për të bashkuar njerëz që kishin nevojë të ishin bashkë. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Artani i lejoi vetes të besonte se ndoshta, vetëm ndoshta, dashuria mund të gjente rrugën e saj përsëri tek ai. Kapitulli 2. Ditët pas Krishtlindjeve sollën një rutinë të ndryshme për të dyja familjet. Artani u kthye në punë në firmën e ndërtimit, por mendimet e tij endeshin vazhdimisht te ajo natë e veçantë. E kapte veten duke kontrolluar celularin më shpesh se zakonisht, duke pritur një mesazh nga Mariana. Edhe ajo mendonte për të gjatë ditëve të saj të lodhshme të punës, duke pastruar zyra dhe shtëpi, por gjithmonë me një buzëqeshje diskrete në buzë kur kujtonte mirësinë e atij burri. Laura fliste për Gabrielin çdo ditë. Pyeste kur do ta shihte përsëri mikun e saj, nëse mund t'i telefononte, nëse mund ta vizitonte. Artani i premtoi se po, do të shiheshin së shpejti, por priste që Mariana të merrte iniciativën për kontakt. Nuk donte të dukej ndërhyrës apo i nxituar. E dinte se ajo ndoshta kishte frikëra, pa siguri për gjithë këtë afrimite. Ishte Mariana ajo që bëri hapin e parë, 3 ditë pas Krishtlindjeve. Dërgoi një mesazh të thjeshtë, duke e falendëruar përsëri për natën e mrekullueshme dhe duke thënë se Gabrieli nuk pushonte së pyeturi për Laurën. Artani u përgjigj menjëherë duke propozuar një takim në parkun e madh të liçenit artificial fundjavën tjetër. Mariana pranoi, duke ndjerë zemrën t'i rritë shpejt kur konfirmoi. E shtuna zbardhi me një qiell blu të pastër, pa asnjë re. Artani shkoi t'i merrte Marianën dhe Gabrielin në adresën e saj në orën 10 të mëngjesit. Këtë herë ajo e pranoi udhëtimin me makinë pa rezistencë, duke kuptuar se ai vërtet kënaqej duke ndihmuar, se nuk kishte qëllime të dyta në mirësinë e tij. Në park, fëmijët u lëshuan me vrap drejt lodrave. Artani dhe Mariana ecnin pas, duke i mbajtur në fushëpamje, por duke u dhënë liri për të luajtur. Ishte një ditë e bukur vere tiranase, dhe parku ishte plot me familje që shijonin fundjavën. Biseduan për gjithçka dhe për asgjë. Ajo tregoi më shumë për punën e saj, për vështirësitë e balancimit të dy punëve dhe ende t'i kushtonte vëmendje Gabrielit. Ai foli për sfidat në firmën e ndërtimit, se si ndonjëherë ishte e vështirë të përqendrohej në punë kur Laura kishte nevojë për të në shtëpi. Ndajnë histori qesharake të fëmijëve, momente krenarie, momente shqetësimi. Me kalimin e orëve, biseda u bë më e thellë. Artani foli për Anilën në një mënyrë që kur nuk kishte mundur ta bënte me askën.
Tregoi se si ishte marrëdhënia e tyre për ëndrat që kishin për të ardhmen, se si gjithçka u shemb kur erdhi diagnoza. Foli për fajin që ndjeu pse nuk arriti ta shpëtonte, për zemërimin që kishte me Zotin dhe botën, për zbrazëtinë që ajo la pas. Mariana e dëgjonte me vëmendje, pa e ndërprer, pa e gjykuar. Kur ai mbaroi, ajo vuri dorën mbi të tijën për një çast, një gjest I thjesht por I ngarkuar me mirë kuptim. Edhe ajo kishte demonët e saj. Edhe ajo kishte fajin e saj. Faj pse ishte përfshirë me burrin e gabuar, pse kishte besuar në premtimet e tij, pse e kishte sjell Gabrielin në një botë ku mezi arrinte të siguronte gjërat bazike. Por ti nuk mund të mendosh kështu, tha Artani me vendosmëri. Ti je e mrekullueshme. Shiko Gabrielin. Ai është I lumtur, I shëndetshëm, I edukuar. Ti po bën një punë të mrekullueshme e vetme. Mos e fajso veten për gjëra që nuk janë nën kontrollin tënd. Fjalët e Artanit e prekën thellë Marianën. Kishte kaq shumë kohë që askush nuk e njihte përpjekjen e saj, që askush nuk shite për te I varfërisë dhe vështirësive. Ajo ndjeu lotët t'i formoheshin dhe u përpoq t'i fshite, por Artani I pa. I kaloi krahun rreth shpatullave të saj, një përqafim vëllazëror, ngushëllues. Në atë përqafim, diçka ndryshoi. Nuk ishte pasion I papritur apo tërheqje e parezistueshme. Ishte lidhje e vërtet, e thellë. Ishte ndjesia e të pasurit gjetur dikë që kuptonte, dikë që nuk gjykonte, dikë që shite për te I plagëve dhe vërente bukurinë që ende ekzistonte. Fëmijët u kthyen me vrap, të djersitur dhe të lumtur, duke kërkuar akullore. Shkuan në një akullore aty pranë dhe u ulën në një tavolinë në një pemë të harlisur. Gabrieli dhe Laura bisedonin të emocionuar për lodrat, duke bërë plane për lojrat e ardhshme. Artani dhe Mariana shkëmbenin vështrime, duke buzëqeshur kur shihnin misin e pastër që lulëzonte mes dy të vejgjelve. Pas parkut, Artani sugjeroi të hanin drekë së bashku. Shkuan në një restorant të thjeshtë por të shijshëm aty pranë. Gjatë drekës, fëmijët bën një propozim të guximshëm. Pse nuk mund të luajmë bashkë çdo fundjavë, pyeti Laura me atë logjikën fëminore të parefuzueshme. Neve na pëlqen shumë të jemi bashkë. Gabrieli ra dakord me entuziazëm. Po, teta Mariana. Të lutem. Të rriturit u pan në sy. Artani pa hezitimin në sytë e Marianës. E dinte se ajo kishte frikë të krijonte pritshmëri, të afrohej shumë dhe pastaj të lëndohej. Por kishte edhe shpresë aty, dëshira për të thënë po, për t'i lejuar vetes ta kishte këtë në jetën e saj. Unë mendoj se është një ide e shkëlqyer, tha Artani, duke parë Marianën. Nëse Mariana bie dakord, sigurisht. Mariana pa Gabrielin, atë fytyrë të vogël plot shpresë. Pa Laurën, që tashmë e trajtonte me aq shumë dashuri. Pa Artanin, që kishte hyrë në jetën e tyre si një engjëll I dërguar nga qielli. Si ti thoshte jo gjithë kësaj? Në rregull, tha ajo, duke buzëqeshur. Çdo fundjavë atëherë. Fëmijët festuan sikur sapo kishin fituar në lotari. Të rriturit qeshen, por për brenda ndjenin diçka më shumë. Po bënin një zotim aty, edhe pse nuk e verbalizonin. Një zotim për të qenë të pranishëm, për të ndërtuar diçka së bashku, qoftë edhe vetëm një miqësi të thellë. Në javët në vijim, rutina u vendos. Çdo të shtunë Artani merrte Marianën dhe Gabrielin dhe e kalonin ditën së bashku. Shkonin në parqe, muze, kinema, kopsht zoologjik, akuarium. Fëmijët bëheshin gjithnjë e më të afërt dhe të rriturit gjithashtu. Artani filloi të ndjente diçka që nuk e ndjente prej shumë kohësh. Atë drithërim në stomak kur shihte Marianën, atë dëshirë për të qenë pranë saj, për të dëgjuar zërin e saj, për ta bërë të buzëqeshte. Edhe Mariana e ndjente. Natën, kur vinte Gabrielin të flinte, e kapte veten duke menduar për Artanin. Për mënyrën e butë si I trajtonte njerëzit, për formën e dashur si kujdesej për Laurën, për interesin e sinqert që tregonte për jetën e saj. Filloi të rregullohej më shumë në fundjavë, të vinte buzëkuq, të lëshonte flokët që gjithmonë I lidhte në një topuz praktik. Donte të ndihej e bukur, e dëshirueshme. Një muaj pas Krishtlindjeve, gjatë një shëtitjeje në kopshtin botanik, ndodhi momenti që të dy e prisnin dhe e kishin frikë në të njëjtën kohë. Fëmijët ishin larguar pak, duke vëzhguar fluturat në një kopsht me lule. Artani dhe Mariana ishin ulur në një stol, duke shijuar hijen e një pemë shekullore. Mariana, filloi Artani, me zërin paksa të dridhur. Më duhet të them diçka.
Ajo e pa, me zemrën që i rritë fort. Çfarë? Mua më pëlqen shumë të jem me ty dhe nuk është vetëm për Laurën dhe Gabrielin. Është për ty, ti më pëlqen. Fjalët mbetën pezull në ajër për disa sekonda. Mariana ndjeu fytyrën t'i nxehej, gjoksin t'i shtrëngoi. Donte të thoshte se ndjente të njëjtën gjë, por frika e paralizonte. Frika se nuk ishte mjaftueshëm e mirë për të. Frika se do të prishte gjithçka. Frika se do të dorëzoi dhe pastaj do të humbiste. Artani pa hezitimin dhe vazhdoi. E di që është herët. E di që ende po njihemi. Dhe nuk dua të bëj presion. Vetëm doja të dije se ajo që ndjej është e vërtetë. Ti më bën të dua të besoj përsëri në dashuri. Mariana ndjeu lotët të rridhnin para se të kuptonte se po qante. Artan, edhe unë ndjej diçka për ty, por kam frikë. Kam frikë se nuk jam e mjaftueshme. Ti je një burr i mrekullueshëm, ke një jetë të qëndrueshme, je i kulturuar, je i sjellshëm. Dhe unë jam vetëm një pastruese me një djalë dhe një mal me probleme. Artani ja mbajti duart fort. Ti nuk je vetëm asgjë. Ti je e jashtëzakonshme. Ti je e fortë, je punëtore, je një nënë e mrekullueshme. Ti përballesh me botën çdo ditë me kokën lart. Unë të admiroj më shumë se sa mund ta imagjinosh. Fjalët thyen rezistencën e fundit të Marianës. Ajo u la të përqafoi nga Artani, duke i lejuar vetes të ndjente atë ngushëllim, atë ngrohtësi. Qëndruan kështu për minuta të tëra, vetëm të përqafuar, duke ndjerë rrahjet e zemrës së njëri tjetrit, pa nxitim, pa pritshmëri përtej atij momenti. Fëmijët u kthyen me vrap dhe i pan të dy të përqafuar. Laura buzëqeshi e kënaqur, sikur sapo kishte konfirmuar një dyshim. Gabrieli pa i hutuar por i lumtur. Ata po fillonin të kuptonin se diçka e veçantë po ndodhte mes të rriturve. Ajo pasdite shënoi një kthes në marrëdhënien e tyre. Që atëherë, Artani dhe Mariana pushuan së pretenduari se ishin vetëm miq. Filluan t'i lejonin vetes prekje më intime, vështrime më të gjata, biseda më të thella për të ardhmen. Nuk ishte më vetëm për fëmijët. Ishte edhe për ata të dy. Artani filloi ta ndihmonte Marianën në mënyra praktike. I ofroi të paguante një sigurim shëndetësor privat për të dhe Gabrielin. Mariana refuzoi fillimisht, por ai këmbënguli, duke thënë se ishte e rëndësishme që ata të kishin akses të mjek të mirë. Ajo përfundimisht u dorëzua, jo për kokfortësinë e tij, por sepse e dinte se Gabrieli kishte nevojë për këtë. Ai gjithashtu filloi ta merrte Gabrielin nga kopshti disa herë, kur Mariana punonte deri vonë. Laurës i pëlqente shumë kur vëllai i vogël, siç e quante tashmë Gabrielin, shkonte në shtëpinë e tyre. Bënin detyrat bashk, luanin, hanin darkë. Artani vërente se si Gabrieli lulëzonte me atë vëmendje, me atë strukturë familjare që kur nuk e kishte pasur. Mariana, nga ana tjetër, filloi të ndihmonte me Laurën në mënyra që Artani nuk i priste. I krete flokët vajzës me delikatesë, i mësonte të bënte gërsheta. Bisedonte me të për gjëra vajzash, për shkollën, për shoqet, për ndjenjat. Laura hapej me Marianën në një mënyrë që nuk e bënte me të atin. Kishte gjëra që vetëm një figurë amtare mund t'i kuptonte dhe t'i mirëpriste. Fëmijët filluan të verbalizonin atë që të gjithë e dinin tashmë. Gabrieli e quante Artanin Xhaxhi Artan, por ndonjëherë, pa dashje, thoshte babi dhe pastaj korrigjohej shpejt, i turpëruar. Artani gjithmonë buzëqeshte dhe i thoshte se nuk kishte problem, se mund ta quante si të donte. Laura bënte të njëjtën gjë me Marianën, duke rëshitur nga teta në mami në momente shpërqendrimi. Në shkurt 2 muaj pas takimit në dyqan, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Artani u gradua në punë si menaxher projektesh, me një rritje të konsiderueshme të rrogës. Reagimi i tij i parë ishte t'i telefononte Marianës dhe t'i tregonte lajmin e ri. Ajo u gëzua sinqerisht për të, duke festuar sikur të ishte një fitore e saj gjithashtu. Për të festuar, ai organizoi një darkë të veçantë. Rezervoi një restorant elegant italian në zonën e bllokut, punësoi një dado për të qëndruar me fëmijët në shtëpinë e tij dhe e ftoi Marianën për një takim vetëm për vetëm, një takim të vërtetë si çift. Mariana u bë nervoze. Nuk kishte rroba të përshtatshme për një restorant të tillë. Tefta, fqinja dhe shoqja e saj i dha hua një fustan të zi të thjesht por elegant. Ajo u rregullua me kujdes, vuri grim, i lëshoi flokët në val të buta.
Kur Artani erdhi për ta marrë, mbeti pa fjalë kur e pa. Je shumë e bukur, tha ai, me zërin të ngarkuar me sinqeritet. Restoranti ishte i sofistikuar por mikpritës. Qirim mbi tavolina, muzikë e butë në sfond, kamerier të vëmendshëm. Mariana u ndje huaj fillimisht duke vëzhguar klientët e tjerë me rrobat e tyre të shtrenjta dhe bisedat e sofistikuara. Por Artani e bëri të ndihej rehat duke biseduar natyrshëm, duke e bërë të qeshte, duke e trajtuar si personin më të rëndësishëm në botë. Gjatë darkës, Artani bëri një propozim të papritur. Mariana, e di që ti punon shumë. 2 turne, çdo ditë. Dhe e di që e bën këtë për Gabrielin, sepse do t'i japësh atij një jetë më të mirë. Po ti, kur ke kohë për veten? Mariana buzëqeshi me trishtim. Kohë për veten? Kjo nuk ekziston në jetën time. Por është në rregull. Kështu duhet bërë. Po sikur të mos ishte e nevojshme të ishte kështu, tha ai, me zë të kujdesshëm. Po sikur të mund të punoje më pak, të kishe më shumë kohë me Gabrielin, të kujdeseshe më mirë për shëndetin tënd? Mariana nuk e kuptoi se ku donte të dilte. Artan, kjo do të ishte e mrekullueshme, por nuk është realiteti. Unë nuk mund të punoj thjesht më pak. Faturat nuk paguen vetë. Artani mori frym thellë. E di. Por unë mund të ndihmoj. Unë dua të ndihmoj. Me gradimin, rroga ime u rrit ndjeshëm. Unë mund të jap një shumë mujore, diçka që plotson të ardhurat e tua dhe të lejon të lësh njërin nga punën. Mariana mbeti e paralizuar. E pa. Sikur të kishte thënë diçka absurde. Jo. Jo, Artan. Nuk mund ta pranoj këtë. Nuk mund t'i pranoj parat e tua. Kjo do të më bënte çfarë? Të dashurën tënde? Të mbrojturën tënde? Zëri i saj doli më i lartë se sa duhej dhe disa njerëz u kthyen për të parë. Artani u përkul mbi tavolinë duke i kapur duar. Nuk e shoh kështu, tha ai me vendosmëri. Unë e shoh si një mënyrë për të kujdesur për dikë që dua. Po, Mariana, unë të dua. Dhe kur duam dikë, duam ta shohim atë person mirë, duam ta ndihmojmë, duam t'ia bëjmë jetën më të lehtë. Të lutem, më lejo ta bëj këtë për ty. Fjalët unë të dua i bën jehon në mendjen e Marianës. Askush nuk ja kishte thënë kur këtë. As babai i Gabrielit, i cili premtoi kaq shumë gjëra, por u zhduk në shenjën e parë të përgjegjësisë. As familja e saj, që e braktisi kur kishte më shumë nevojë. Askush nuk e kishte dashur kur vërtet. Nuk e di nëse mund ta pranoj këtë, tha ajo, me lotët që filluan të binin. Nuk e di nëse e meritoj. Ti e meriton këtë dhe shumë më tepër. Dhe nuk ke nevojë të vendosësh tani. Vetëm mendoje, në rregull. Mendoje mundësinë për të pasur një jetë pak më të lehtë, për të kaluar më shumë kohë me Gabrielin, për të kujdesur për shëndetin tënd. Nuk është lëmosh, Mariana. Është dashuri. Darka vazhdoi në një heshtje mendimtare. Mariana po përpunonte gjithçka, duke luftuar kundër krenarisë dhe frikës, por gjithashtu duke ndjerë një dëshirë pothuajse të dëshpëruar për të pranuar, për të lejuar që dikush më në fund të kujdesej edhe për të. Rrugës së kthimit, Artani ndaloi makinën në një pikë vështrimi me pamje nga qyteti i ndriçuar. Qëndruan aty duke parë dritat e Tiranës që vezullonin në natë në një heshtje komode. Artan, tha Mariana më në fund. Edhe unë të dua. Kam frikë ta pranoj, kam frikë se është shumë herët, por unë të dua. Ti hyre në jetën time kur kisha më shumë nevojë, kur tashmë kisha hequr dorë së besuari se gjëra të mira mund të më ndodhnin. Artani e tërhoqi në një përqafim. Qëndruan kështu për minuta të tëra, vetëm duke u mbajtur, duke ndjerë ngrohtësinë e njëri tjetrit. Pastaj, ngadalë, ai u largua mjaftueshëm për ta parë në sy. Pa leje aty. U përkul dhe e puthi. Ishte një puthje e butë, pothuajse e turpshme në fillim. Buzët që njiheshin, eksploronin, zbulonin. Por shpejt u thellua, duke mbartur gjithë emocionin e përmbajtur të atyre javëve të afrimit. Kur më në fund u ndan, të dy ishin pa frym, me sytë që shkëlqenin. Kjo ishte hera e parë që puth dikë që nga anila, rrëfeu Artani. Kjo ishte hera e parë që dikush më puth me dashuri, u përgjigj Mariana. Baba i Gabrielit kur nuk më puthi kështu. Kur nuk më bëri të ndihem kështu. U kthyen në shtëpi në një gjendje lumturie të përzier me nervozizëm.
E dinin se ajo puthje ndryshonte gjithçka, se që atëherë nuk kishte më kthim pas. Po i dorëzoheshin diçkaje më të madhe, diçkaje që mund t'i shëronte ose t'i lëndonte edhe më shumë. Në javët në vijim, marrëdhënia u konsolidua. Artani dhe Mariana u bën zyrtarisht një çift. U treguan fëmijëve, të cilët reaguan me gëzim shpërthyes. Laura u hodh, bërtiti, i përqafoi të dy. Gabrieli u tregua i turpshëm por i lumtur, sytë e tij të vegjël shkëlqenin nga shpresa. Mariana më në fund pranoi ndihmën e Artanit. La turnin e pasdites, duke mbajtur vetëm punën e mëngjesit. Me më shumë kohë të lirë, më në fund arriti të merrte frymë. Filloi ta merrte Gabrielin nga kopshti çdo ditë. Gatuante vakte më të përpunuara. Kujdesej më mirë për veten, shkoi te mjeku për herë të parë pas vitesh, filloi të bënte ushtrime. Transformimi ishte i dukshëm. Mariana u bë më e lehtë, më e qeshur. Rrathët e zinj poshtë syve u zvogëluan. Fytyra e saj rifitoi një shkëlqim që ishte humbur prej shumë kohësh. Artani e shihte ndryshimin me kënaqësi të thellë. Të dinte se po bënte një ndryshim real në jetën e saj e mbushte me qëllim. Të katërt filluan t'i kalonin fundjavat të tëra së bashku. Ndonjëherë shkonin në shtëpinë e Artanit, ndonjëherë qëndronin në apartamentin e Marianës. Fëmijët u përshtatën në mënyrë perfekte, duke u sjellë si vëllezër e motra gjaku. Ndajnë lodrat, ziheshin ndonjëherë siç bëjnë vëllezërit e motrat, por gjithmonë pajtoheshin shpejt. Artani filloi ta merrte Gabrielin me vete në aktivitete mashkullore. I mësonte të ngjiste biçikletën, luante top në park, shihte filma me superheronj. Shihte se si djali lulëzonte me atë vëmendje atërore. Gabrieli ishte inteligjent, kurioz, i dashur. Kishte kaq shumë potencial, i duhej vetëm mundësi. Mariana, nga ana tjetër, përqafoi rolin e figurës amtare për Laurën. Vajza kishte nevojë dëshpërimisht për këtë. Bisedonin për nënën biologjike, për mallin, për kujtimet. Mariana kur nuk u përpoq të zëvendësonte Anilën, por ofronte diçka që Laura kishte nevojë urgjente, një përqafim nëne, një prerë për të qarë, një zë të butë për ta qetësuar në netët e vështira. Në mars, 3 muaj pas takimit fillestar, Artani mori një vendim të rëndësishëm. E thiri Marianën për një bisedë serioze, një të diel pasdite ndërsa fëmijët luanin në dhomën e Laurës. Mariana, filloi ai, duke i mbajtur duar. Këto muajt e fundit kanë qenë më të lumturit e jetës sime që kur humba Anilën. Ti dhe Gabrieli sollët dritë në shtëpinë tonë, sollët dashuri, sollët jetë. Laura është më e lumtur se kurrë. Dhe unë ndihem përsëri i plot. Mariana buzëqeshi, duke ndjerë zemrën t'i rritë shpejt. Edhe unë e ndjej këtë. Ju na ndryshuat jetën plotësisht. Artani mori frymë thellë. Atëherë po mendoja. Pse vazhdojmë të jetojmë në shtëpi të ndara? Pse vazhdojmë me këtë vajtje ardhje? Po sikur të jetonim bashkë. Të katërt. Një familje e vërtetë. Mariana mbeti pa fjalë. Ishte gjithçka që donte të dëgjonte, por ishte edhe e frikshme. Të jetoje bashkë ishte një hap i madh. Do të thoshte angazhim i vërtet, do të thoshte dorëzim total. Artani pa hezitimin. E di që është një hap i madh. Por unë jam i sigurt. Jam i sigurt se dua ta kaloj pjesën tjetër të jetës sime me ty, dua të zgjohem me ty çdo ditë. Dua t'i rrisim fëmijët tanë së bashku. Dua të ndërtoj një të ardhme pranë teje. Lotët i rodhen në përfytyrën e Marianës. Po, tha ajo, me zërin të mbytur. Po, edhe unë e dua këtë. Dua të jetoj me ty, dua të jemi një familje e vërtetë. Ata u përqafuan, duke qarë nga gëzimi. Fëmijët dëgjuan bisedën nga dera gjysmë e hapur dhe hyn me vrap, duke u hedhur nga lumturia. Të gjithë u përqafuan aty, të katërt, duke formuar një rreth dashurie dhe shprese. Kapitulli 3. Vendimi për të jetuar së bashku solli një orë tek ndryshimesh dhe emocionesh. Artani sugjeroi të kërkonin një shtëpi të re, një vend që do të ishte i tyre, pa kujtime të mëparshme, ku të gjithë mund të fillonin nga e para. Mariana ra dakord, e emocionuar nga mundësia për të ndihmuar në zgjedhjen dhe dekorimin e një shtëpie që do të ishte vërtet e saj. Kaluan javë të tëra duke vizituar shtëpi në lagje të ndryshme të Tiranës. Donin diçka mjaftueshëm të gjerë që fëmijët të kishin dhomat e tyre, por edhe një vend me obor, ku të mund të luanin jashtë.
Buxheti i Artanit lejonte një shtëpi komode dhe ai këmbëngulte që Mariana të jepte mendimin e saj në të gjitha vendimet. Gjetën vendin perfekt në prill në një kompleks të mbyllur në Lundër. Ishte një shtëpi me 3 dhoma gjumi, me një dhomë ndenjeje të madhe, kuzhinë moderne dhe një obor me pemë frutore. Kishte madje edhe një hapësirë të vogël që mund të shndërrohej në zyrë për Artanin për të punuar nga shtëpia kur ishte e nevojshme. Fëmijët u dashuruan menjëherë duke vrapuar nga një dhomë në tjetrën, duke planifikuar se ku do të vendosnin lodrat e tyre. Zhvendosja u caktua për fillimin e majit. Mariana nuk kishte shumë gjëra për të sjellë nga apartamenti, vetëm rroba, disa mobilje të thjeshta dhe lodrat e Gabrielit. Artani këmbënguli të mbante disa nga sendet e saj, që ajo të ndihej vërtet si në shtëpi. Blen mobilje të reja së bashku, duke zgjedhur çdo detaj me kujdes. Laura dhe Gabrieli dekoruan dhomat e tyre. Laura zgjodhi një temë princeshash dhe një brirëshash, me mure roz të çelët dhe perde Leila. Gabrieli donte një dhomë superheronjsh, me postera të Spidermanit dhe Kapiten Amerikës. Lan një dhomë të tretë të përgatitur për të qenë një hapësirë lojrash e përbashkët, me rafte plot me libra, lojra dhe lodra. Dita e parë në shtëpinë e re ishte emocionuese dhe kaotike. Kuti të shpërndara kudo, mobilje që montoheshin, fëmijët që vraponin dhe eksploronin çdo cep. Natën, kur më në fund arritën të organizonin minimumin e nevojshëm, u ulën të gjithë në dyshemen e dhomës së ndenjes së zbrazët, duke ngrënë pica direkt nga kutia, duke qeshur me rrëmujen përreth. Kjo është perfekte, tha Laura, me gojën plot me picë. Tani jemi një familje e vërtetë. Gabrieli ra dakord me entuziazëm, duke përqafuar robotin që Artani i kishte bler atë ditë fatale në dyqan. Kjo ishte dhurata më e mirë që kam marrë ndonjëherë. Jo roboti, por ju. Familja jon. Të rriturit u pan në sy, të emocionuar. Po ndërtonin diçka të bukur aty, diçka që ja vlente çdo moment frike dhe pasigurie që kishin përballuar për të arritur deri aty. Ditët e para të jetesës së bashku ishin të përshtatjes. Vendosja e rutinave, ndarja e detyrave, mësimi i zakoneve të njëri tjetrit. Mariana zgjoi herët për të bërë mëngjesin për të gjithë para se të shkonte në punë. Artani i çonte fëmijët në shkollë rrugës për në zyrë. Pasdite, Mariana i merrte të dy, i ndihmonte me detyrat, përgatiste darkën. Ishte një rutinë që funksiononte, që sillte strukturë dhe siguri për të gjithë. Por jo gjithçka ishte lule. Kishte momente tensioni, përshtatjeje, konfliktesh të vogla, por domethënëse. Mariana ndonjëherë ndiheje huaj në atë shtëpi kaq të bukur, me frikën se nuk ishte në lartësinë e duhur. Artani ndonjëherë ishte tepër mbrojtës me Laurën, duke harruar se edhe Mariana kishte të drejtë ta edukonte atë. Fëmijët ziheshin siç bëjnë vëllezërit e motrat, dhe ndonjëherë ishte e vështirë të ndërmjetësoje konfliktet pa u dukur se favorizoje njërin në dëm të tjetrit. Zënka e parë serioze ndodhi në qershor, 2 muaj pas zhvendosjes. Gabrieli kishte thyer pa dashje një zbukurim që ishte Janilës, një balerin porcelani që Laura e ruante si thesar. Vajza u bë e pangushëllueshme, duke qarë dhe duke i bërtitur të vëllait. Gabrieli u mbyll në dhomë, me frikë dhe faj që i shtypnin zemrën e tij të vogël. Artani, pa menduar, e qortoi Gabrielin me ashpërsi më të madhe se zakonisht. Mariana doli në mbrojtje të birit, duke thënë se kishte qenë një aksident, se Artani po e egzageronte. Diskutimi u përshkallëzua shpejt. Fjalë të rënda u thanë nga të dyja anët. Artani e akuzoi Marianën se ishte tepër lejuese. Mariana e akuzoi Artanin se favorizonte Laurën në të gjitha situatat. Fëmijët e dëgjuan zënkën nga dhomat e tyre, të frikësuar. Kur nuk i kishin parë të rriturit të ziheshin në atë mënyrë. Laura qau edhe më shumë, me frikën se gjithçka po shembej. Gabrieli mbeti i paralizuar nga frika, duke menduar se ishte gjithçka faji i tij, se do ta dërgonin larg, se do ta humbiste atë familje që e donte aq shumë. Zënka përfundoi me Artanin që doli për një shëtitje dhe Marianën të mbyllur në dhomë, duke qarë. Të dy u ndjen tmerrësisht keq, jo vetëm për diskutimin, por sepse kishin friksuar fëmijët, sepse kishin lënë pasiguritë e tyre të merrnin kontrollin. Artani u kthye 2 orë më vonë. Gjeti Marianën në dhomën e ndenjes, me sytë e kuq nga të qarat. U ul pranë saj në heshtje për minuta të tëra. Më fal, tha ai më në fund. E egzagjerova. Nuk ishte për zbukurimin. Ishte për Anilën, për ndjenjen se po e humbas përsëri.
E di që është iracionale, por ndonjëherë ende dhe më shumë. Mariana i kapi dorën. Edhe unë duhet të kërkoj falje. U vura në mbrojtje sepse kam frikë se ti mendon se nuk jam në e mirë për Gabrielin, se nuk arrit të arris siç duhet. Dhe e projektova këtë te ti. Ata biseduan për orë të tëra, duke zhveshur shtresa, frike dhe pasigurie. Artani foli për fajin që ende ndjente në lidhje me Anilën, se si ndonjëherë mendonte se po tradhtonte kujtimin e saj duke qenë i lumtur me Marianën. Mariana foli për frikën e vazhdueshme se nuk ishte mjaftueshëm e mirë, se një ditë Artani do të zgjohej dhe do të kuptonte se kishte bërë një gabim duke qëndruar me të. Ishin biseda të vështira, të dhimbshme, por të nevojshme. Në fund u përqafuan fort duke bërë një pakt të heshtur për të qenë më të sinqert për ndjenjat e tyre, për të komunikuar më mirë, për të punuar si ekip në vend të kundërshtarëve. Pastaj, së bashku, shkuan te dhomat e fëmijëve. Gjetën Laurën dhe Gabrielin në dhomën e saj, të përqafuar në krevat, të dy me sytë e enjtur nga të qarat. Zemrat e të rriturve u thyen kur pan atë skenë. U ulën në krevat me ta, dhe Artani ishte i pari që foli. Na falni, fëmijë. Na falni që u zum në atë mënyrë. Edhe të rriturit gabojnë, edhe ata zemërohen ndonjëherë. Por e rëndësishme është që ne duhemi, dhe gjithmonë do të gjejmë një mënyrë për t'i zgjidhur gjërat. Mariana plotësoi duke i kaluar dorën në flokët e Gabrielit. Dhe Gabriel, bir, nuk ishte faji yt. Ishte një aksident. Askush nuk do të dërgoj larg. Ti je pjesë e kësaj familjeje për gjithmonë, çfarëdo që të ndodhë. Laura e përqafoi Gabrielin fort. Të fal, vëlla. Nuk e bëre me qëllim. Dhe edhe si kur ta kishe bërë, ti je më i rëndësishëm se çdo zbukurim. Atë natë, të gjithë fjetën së bashku në krevatin dopjo të Artanit dhe Marianës, të grumbulluar si një familje e vërtet, duke gjetur ngushëllim në ngrohtësinë e njëri tjetrit. Ishte një moment shërimi, njohje se do të bënin gabime, por se dashuria ishte më e fortë se çdo konflikt. Pas atij episodi, komunikimi u përmirësua ndjeshëm. Artani filloi të shkonte te një psikolog, duke punuar me zinë për humbjen e Anilës në një mënyrë më të shëndetshme. Mariana gjithashtu filloi terapi, duke u marrë me çështjet e saj të vetvlerësimit dhe braktisjes. Seancat i ndihmuan të kuptonin më mirë veten dhe njëri tjetrin. Në korrik, Artani propozoi diçka që e kishte menduar prej javësh. Mariana, po sikur të martoheshim? Vërtet. Jo nga presioni, jo sepse shoqëria e pret, por sepse unë dua. Dua që ti të jesh gruaja ime, dua ta zyrtarizojmë familjen tonë. Mariana u befasua. Ishin njohur vetëm 6 muaj më parë. Ishte shpejt, shumë shpejt për standardet normale. Por asgjë në marrëdhënien e tyre nuk kishte qenë normale që në fillim. Kishin kapërcyer disa etapa, ishin zhytur kokë e këmbë, dhe po. Funksiononte. Por a je i sigurt, pyeti ajo, me zërin që i dridhej. 6 muaj është pak kohë. Po sikur të ndryshosh mendje? Po sikur. Nuk do të ndryshoj mendje, e ndërpreu Artani me vendosmëri. E di që është shpejt. Por kur e di, e di. Dhe unë e di se dua ta kaloj pjesën tjetër të jetës sime me ty, dua që Gabrieli të jetë ligjërisht djali im. Dua që ne të jemi një familje edhe në sytë e ligjit. Mariana ndjeu lotët tiburonin. Po, tha ajo. Po, dua të martohem me ty, dua të jem gruaja jote. Dua të jemi një familje e plotë. Ata caktuan dasmën për në shtator, duke lënë kohë të mjaftueshme për të organizuar gjithçka. Nuk do të ishte një ceremoni e madhe, vetëm njerëz të afërt, në një sallë të vogël festash. E rëndësishme ishte kuptimi, jo pompoziteti. Artani gjithashtu filloi procesin e birësimit të Gabrielit. Donte që djali të kishte mbiemrin e tij, donte të ishte ligjërisht përgjegjës për të. Mariana u emocionua nga gjesti, duke kuptuar peshën që kishte. Artani po angazhohej plotësisht, pa lënë hapësirë për dyshime. Fëmijët u entuziazmuan nga lajmi i dasmës. Laura tha se donte të ishte shoqëruese e nuses. Gabrieli tha se donte të mbante unazat. Artani dhe Mariana ranë dakord, duke e konsideruar perfekte që fëmijët të kishin role të rëndësishme në ceremoni. Muajt korrik dhe gusht ishin të përgatitjeve. Mariana zgjodhi një fustan të thjeshtë por të bukur, të bardhë, me qëndisma delikate. Artani bleu një kostum të ri.
Fëmijët morën rroba feste, Laura me një fustan roz të çelët dhe Gabrieli me një kostum miniatur që e bënte të dukej si një zotëri i vogël. Ftuar vetëm njerëz të afërt. Disa kolegë pune të Artanit, fqinja Tefta që e kishte ndihmuar aq shumë Marianën, disa miq të familjes. Nëna dhe vëllai i Artanit, të cilët e kishin mirëpritur Marianën dhe Gabrielin me dashuri të sinqertë. Ishte një grup i vogël, por plot dashuri dhe mbështetje. Java para dasmës ishte intensive. Mariana ishte nervoze, duke kontrolluar çdo detaj disa herë. Artani përpiqej ta mbante të qetë, por edhe ai vet ishte në ankth. Nuk ishte nervozizëm për dasmën në vetvete, por për madhështinë e momentit, për ndërgjegjësimin se po fillonin diçka definitive. Natën para dasmës, Artani dhe Mariana biseduan në oborin e shtëpisë, nën yje. Fëmijët tashmë flinin dhe ata më në fund kishin një moment paqeje. A ke ndonjë dyshim? Pyeti Artani, duke I mbajtur duar. Ndonjë frikë? Mariana mendoi për një moment. Kam frikë se do të zhgënjej. Frikë se nuk do të jem gruaja që meriton. Por nuk kam dyshime se të dua. Këtë e di me siguri absolute. Artani e tërhoqi në një përqafim. Ti kur nuk do të më zhgënjesh. Ti je saktësisht ajo që më duhet. Dhe unë do ta kaloj pjesën tjetër të jetës duke ta provuar këtë. Ata u puthën aty në yje duke vulosur premtimet që do t'i bënin zyrtare ditën tjetër. Ishte një puthje e ngarkuar me dashuri, shpresë dhe mirënjohje. Mirënjohje që ishin gjetur në atë dyqan lodrash, mirënjohje për guximin për t'u dorëzuar, mirënjohje për shansin për të rindërtuar jetët e tyre së bashku. Dita e dasmës zbardhi me diell dhe e bukur. Ceremonia do të ishte në orën 4 pasdite, në një sallë të vogël festash pranë shtëpisë. Mariana u zgjua herët, nervoze por e lumtur. Tefta erdhi ta ndihmonte të rregullohej, duke I krejur flokët në një topuz elegant me disa kaçurela të lëshuara, duke e ndihmuar me grimin e lehtë por të bukur. Kur Mariana veshi fustanin, Tefta filloi të qante. Je e bukur, bija ime. Kaq e bukur. Dhe kaq e lumtur. Gjithmonë e kam ditur se ditët e tua më të mira do të vinin. Gabrieli hyri në dhomë dhe mbeti gojë hapur kur pa të ëmën. Mami, dukesh si një princesh. Mariana u ul dhe e përqafoi të birin. Jam e lumtur, dashuria ime. Shumë e lumtur. Dhe ti, a je gati të jesh shoqëruesi im? Gabrieli tregoi jashtëkun e vogël ku ishin kapur unazat. Po, jam. Do t'i bëj të gjitha siç duhet. Në shtëpi, Artani rregulloi me ndihmën e Laurës. Ajo këmbënguli ta ndihmonte të vinte kravatën, edhe pse nuk dinte mirë si ta bënte. Ai e la, duke u argëtuar me përqendrimin serioz në fytyrën e saj të vogël. Babi, tha Laura ndërsa rregullonte kravatën krejt shtrembër. A mendon se mami në qiell është e lumtur me gjithë këtë? Pyetja e kapi Artanin në befasi. Ai ndaloi dhe mendoi me kujdes për përgjigjen. Mendoj se po, bija ime. Mendoj se nëna jote do që ne të jemi të lumtur. Dhe Mariana na bën të lumtur, apo jo? Po, na bën. Unë e dua teta Marianën. Do me thënë, mami Marianën. A mund ta quaj mami? Artani ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Sigurisht që mundesh. Nëse ti do, nëse është e vërtet për ty, mundesh. Laura buzëqeshi dhe vazhdoi të rregullonte kravatën e tatit, e cila po bëhej gjithnjë e më shtrembër. Ai nuk pati guxim t'i thoshte asgjë, duke e lënë të përfundonte veprën e saj të artit. Arritën në sallën e festave në 3:30. Vendi ishte dekoruar me thjeshtësi dhe shije të mirë. Lule të bardha kudo, karrige të rreshtuara, një altar I vogël I improvizuar përpara. Muzikë e butë luej në ambient. Të ftuarit filluan të arrinin pak nga pak. Të gjithë e përshëndetën Artanin me përqafime dhe fjalë inkurajuese. Nëna e tij, zonja Helena, ishte e emocionuar, duke thënë se Anila do të ishte e lumtur të shite të birin duke rindërtuar jetën e tij. Kur Mariana arriti, të gjithë u ngritën në këmbë. Ajo hyri krah për krah me Gabrielin, I cili mbante jashtëkun me unazat. Laura hyri menjëherë pas, duke hedhur petale trëndafili në rrugë. Mariana ecte ngadalë, me sytë të fiksuar te Artani, I cili priste përpara. Artanit I mungoi ajri kur e pa. Ishte e bukur, rrezatuese, me sytë që shkëlqenin nga lumturia dhe lotët e përmbajtur.
Kur më në fund arriti në altar, ai i kapi duar dhe i pëshpëriti vetëm për të dëgjuar ajo: "Je perfekte." Ceremonia ishte e thjeshtë por emocionuese. Celebranti foli për dashurinë, për shanset e dyta, se si jeta gjithmonë gjen një mënyrë për të befasuar kur më pak e presim. Foli se si Artani dhe Mariana ishin gjetur në një moment nevoje të ndërsjellë dhe kishin ndërtuar diçka të bukur së bashku. Erdhi koha e betimeve. Artani ishte i pari, me zërin të mbytur nga emocioni. "Mariana, unë të premtoj të jem shoku yt në të gjitha momentet. Në ditët e mira dhe të vështira. Premtoj të të respektoj, të të mbështes, të të dua pa kushte. Premtoj të jem babai më i mirë që mund të jem për Gabrielin dhe Laurën. Premtoj të ndërtoj një shtëpi plot dashuri, të qeshura dhe siguri për familjen tonë. Premtoj të të kujtoj çdo ditë se sa e veçantë je, se sa e meriton të jesh e lumtur." Mariana mezi arrinte të fliste përmes lotëve. "Artan, ti më shpëtove kur mendoja se nuk kishte shpëtim të mundshëm. Ti dhe Laura sollët dritë në jetët tona kur gjithçka dukej e errët. Unë premtoj të të dua dhe të të respektoj. Premtoj të jem gruaja dhe nëna më e mirë që mund të jem. Premtoj të nderoj kujtimin e Anilës dhe kur të mos përpiqem të fshi dashurinë që ju ndadh. Premtoj ta ndërtoj këtë të ardhme pranë teje, me guxim, me besim dhe me shumë dashuri." Celebranti kërkoi unazat. Gabrieli solli jastëkun me kujdes të madh, krenar për rolin e tij të rëndësishëm. Artani dhe Mariana vendosën unazat njëri tjetrit, me duart që u dridheshin nga emocioni. "Unë ju shpall burr e grua," tha celebranti, duke buzëqeshur. "Mund ta puthësh nusen." Puthja u shoqërua me duartrokitje dhe lot nga të gjithë të pranishmit. Fëmijët vrapuan dhe i përqafuan të dy, duke krijuar një rreth familjar perfekt. Ishte një moment gëzimi të pastër, festimi jo vetëm i një bashkimi, por i një familjeje që ishte formuar kundër të gjitha gjasave. Festa që pasoi ishte e gjallë por intime. Ushqim i mirë, muzikë, biseda dhe të qeshura. Artani dhe Mariana kërcyen valsën e nuseve me ngaftësi, duke qeshur me hapat e tyre të gabuar. Pastaj thirrën Laurën dhe Gabrielin të kërcenin së bashku, të katërt në një përqafim kolektiv në mes të pistës. Atë natë, kur u kthyen në shtëpi tashmë si burr e grua, vunë fëmijët të flinin dhe u ulën në obor, ende të veshur me rrobat e ceremonisë, thjesht duke shijuar momentin. "Ja dolëm," tha Mariana, me kokën mbështetur në shpatullën e Artanit. "Vërtet ja dolëm." "Ja dolëm," ra dakord ai. "Dhe ky është vetëm fillimi. Do të ndërtojmë një jetë të bukur së bashku, të premtoj." Kapitulli 4 muajt pas dasmës sollën një rutinë të re dhe ngushëlluese për familjen. Artani dhe Mariana vendosën role të qarta në rritjen e fëmijëve, gjithmonë duke respektuar individualitetin e secilit, por duke vepruar si një njësi. Mëngjeset fillonin herët me mëngjes familjar para se të gjithë të dilnin për aktivitetet e tyre. Netët përfundonin me histori para gjumit, përqafime dhe puthje të natës së mirë. Gabrieli lulëzoi në një mënyrë mbresëlënëse. Me stabilitetin emocional dhe financiar që tani kishte, performanca e tij në shkollë u përmirësua ndjeshëm. Gjithmonë kishte qenë inteligjent, por tani kishte kohë dhe burime për të zhvilluar potencialin e tij. Artani e ndihmonte me detyrat e matematikës, Mariana me gjuhën shqipe. Ai filloi të merrte mësime noti dhe zbuloi një pasion për sportin. Edhe Laura ishte ndryshe. Më e sigurt, më e lumtur, më e plotë. Të kishte Marianën si figurë amtare mbushi një zbrazëti që ajo as nuk e dinte se ekzistonte. Bisedonin për gjithçka, nga problemet në shkollë deri te frikërat dhe ëndrat e saj. Mariana kur nuk u përpoq të zëvendësonte Anilën, por ofronte diçka po aq të çmuar, prani, dashuri, vëmendje. Në tetor, një muaj pas dasmës, Artani finalizoi procesin e birësimit të Gabrielit. Ditën kur gjykatësi nënshkroi letrat, e gjithë familja shkoi në gjykatë. Kur dolën prej andej, Gabrieli kishte zyrtarisht mbiemrin e Artanit. Tani ishte Gabriel Hoxha. Djali e mbajti dokumentin me nderim, duke parë emrin e tij të plotë të shkruar aty. Pastaj qau, jo nga trishtimi, por nga një gëzim aq i thellë sa nuk mund të shprehej me fjalë. Artani e përqafoi fort, duke i përshpëritur premtime se do të ishte gjithmonë aty, gjithmonë do të kujdesej për të, gjithmonë do ta donte si birin e tij. Tani kam një baba të vërtet, tha Gabrieli mes lotësh. Një baba që nuk do të ikë, që më do vërtet. Fjalët thyen diçka brenda të gjithëve aty.
Mariana qante me dënes, Laura mbante fort dorën e të vëllait. Artani mezi arrinte të ruante qetësinë, duke ndjer peshën dhe bukurinë e atij momenti. Për të festuar, shkuan për darkë në një restorant të shtrenjtë, diçka që më parë do të ishte e pamundur për Marianën. Gabrieli hëngri derisa nuk mundi më, duke provuar gjithçka, duke buzëqeshur pa pushim. Laura qëndronte pranë tij, duke i shpjeguar llojet e ndryshme të mishit, duke u sjellë si motra e madhe mbrojtëse që ishte bërë. Atë natë, në shtëpi, Gabrieli kërkoi diçka të pazakonë. Ai donte të ndryshonte foton që kishte në komodinën e tij. Ishte një foto e tij me Marianën, e bërë në ditëlindjen e tij të tretë. Ai donte ta zëvendësonte me një foto të gjithë familjes, të bërë ditën e dasmës, ku të gjithë ishin bashkë, duke buzëqeshur, të plotë. Mariana ndjeu një shtrëngim në zemër kur pa të birin duke ruajtur atë foto të vjetër. Ishte një pjesë e jetës së tyre para Artanit dhe Laurës, një pjesë vuajtjeje por edhe lufte dhe mbijetese. Por e kuptoi kuptimin e gjestit të Gabrielit. Ai nuk po fshinte të kaluarën, po festonte të tashmen dhe të ardhmen. Bir, tha ajo, duke u gjunjëzuar para tij. Nuk ke nevojë ta ruash këtë foto nëse nuk do, por dua të dish se ato kohë të vështira ishin gjithashtu të rëndësishme. Ato na bën ata që jemi sot. Ato na mësuan të vlerësojmë atë që kemi tani. Gabrieli e përqafoi të ëmën. E di, mami. Por tani jam i lumtur. Shumë i lumtur. Dhe dua ta kujtoj këtë çdo ditë kur të zgjohem. Nëntori erdhi duke sjellë ndryshime profesionale për Artanin. Ai mori një propozim për të menaxhuar një projekt të madh në Durrës. Do të ishte një punë 3 mujore, me nevojën për të qëndruar në qytet gjatë javës dhe për të kthyer vetëm në fundjavë. Vendimi nuk ishte i lehtë. Artani nuk donte të qëndronte larg familjes, veçanërisht tani që gjithçka ishte kaq mirë. Por ishte një mundësi e rëndësishme për rritje profesionale, me një bonus bujar në fund. Paratë shtesë mund të siguronin një siguri edhe më të madhe për familjen, ndoshta edhe të lejonin Marianën të linte punën plotësisht nëse donte. Bisedoj me Marianën për propozimin. Ajo e kuptoi rëndësinë profesionale, por kishte edhe frikëra. Do të ishte hera e parë që do të ndaheshin që kur ishin një orë. Po sikur gjërat të ndryshonin? Po sikur distanca të krijonte probleme? Artani ja mbajti duart fort. Asgjë nuk do të ndryshojë atë që ndjej për ty 3 muaj do të kalojnë shpejt. Dhe unë do të vi çdo fundjavë, pa munguar. Do të flasim çdo ditë në telefon, me video. Do të shkoj mirë. Mariana ra dakord, duke u përpjekur të largonte frikërat. E dinte se duhej të besonte, se nuk mund të linte pasiguritë e saj të sabotonin mundësitë e Artanit. Ai I kishte dhënë kaq shumë asaj dhe Gabrielit, ishte e drejtë që edhe ajo ta mbështeste në ambiciet e tij profesionale. Artani u nis për në Durrës të hënën e parë të nëntorit. Lamtumira ishte e vështirë. Laura qau, e kapur pas të atit. Gabrieli qëndroi I qetë, duke u përpjekur të ishte I fortë, por qartësisht I trishtuar. Mariana ruajti qetësinë derisa ai u largua, pastaj la lotët të binin. Ditët e para ishin të çuditshme. Shtëpia dukej e zbrazët pa Artanin, edhe pse Mariana dhe fëmijët ishin aty. Netët ishin më të këqija. Mariana shtrihej në krevatin e madh dhe I mungonte ngrohtësia e tij pranë, frymëmarrja e tij e butë ndërsa flinte, për qafimet e mëngjesit para se të zgjoheshin. Artani telefononte çdo natë, duke biseduar me secilin individualisht. Pyeste për ditën e fëmijëve, për detyrat, për lojrat. Bisedonte me Marianën për gjithçka dhe për asgjë, vetëm për të dëgjuar zërin e saj, për të mbajtur lidhjen gjallë. Bënin video telefonata në fundjavë dhe ai I tregonte ku po punonte, hotelin ku qëndronte. Javët kalonin. Mariana zbuloi një forcë që nuk e dinte se e kishte. Menaxhonte shtëpinë vetëm, kujdesej për fëmijët, mbante gjithçka në funksionim. Zbuloi se ishte e aftë, se mund të besonte te vetja. Kjo forcoi vetvlerësimin e saj në një mënyrë që nuk e priste. Edhe fëmijët u përshtatën. Mësuan të vlerësonin edhe më shumë fundjavat kur baba I kthehej. Planifikonin aktivitete të veçanta, donin të shfrytëzonin çdo sekond me të. Artani arrinte të premten mbrëma I lodhur por I lumtur dhe e kalonte të gjithë të shtunën. Dhe të dielën I përkushtuar ekskluzivisht familjes. Në mes të nëntorit ndodhi diçka që testoi forcën e familjes së re. Laura filloi të shite makte të përsëritura.
Zgjoi duke bërtitur në mes të natës, duke thirrur nënën e saj Anila. Mariana vraponte për ta qetësuar, por vajza ndonjëherë e refuzonte, duke thënë mes lotësh se donte nënën e vërtet, nënën biologjike. Fjalët e lëndonin Marianën, edhe pse e dinte se Laura nuk ishte në gjendje normale kur i thoshte ato. Ajo përpiqej të mos e merrte personalisht, përpiqej të kuptonte se vajza po përpunonte emocione komplekse. Por ishte e vështirë të mos ndjeje se po dështonte, se nuk ishte mjaftueshëm e mirë. I telefonoi Artanit në panik pas një nate veçanërisht të vështirë. Ai dëgjoi gjithçka, zëri i tij i ngarkuar me shqetësim dhe faj pse nuk ishte aty. Sugjeroi ta çonin Laurën te një psikologe fëmijësh, dikush i specializuar në zi. Mariana ra dakord duke caktuar një takim për javën tjetër. Psikologjia, dër ana ekonomi, ishte një bekim. Bisedoi me Laurën në disa seanca, duke e ndihmuar të përpunonte humbjen e nënës dhe ndryshimet në jetën e saj. I shpjegoi se ishte normale të ndjeje faj pse ishe e lumtur kur dikush që duam nuk është më këtu. E ndihmoi Laurën të kuptonte se të donte Marianën nuk do të thoshte të harronte Anilën, se zemra e saj ishte mjaftueshëm e madhe për të dyja dashuri. Seancat përfshin edhe biseda me të gjithë familjen. Ana e ndihmoi Marianën të mos i merrte refuzimet e Laurës personalisht, duke i shpjeguar se ishin manifestime dhimbjeje, jo të vërtete. E ndihmoi Artanin të balanconte më mirë kujtimin e Anilës me realitetin e tanishëm të Marianës. E ndihmoi Gabrielin të shprehte frikërat e tij të braktisjes. Pak nga pak, Laura u përmirësua. Makthet u rralluan në frekuencë dhe intensitet. Ajo filloi të hapej më shumë me Marianën për kujtimet e saj të Anilës, dhe Mariana mësoi t'i nderonte ato në vend që të ndihej e kërcënuar prej tyre. Krijuan një këmbë të vogël me foto të Anilës në dhomën e Laurës, një hapësirë ku ajo mund të lidhej me kujtimet e nënës kur kishte nevojë. Një ditë, pas një seance veçanërisht të mirë, Laura e përqafoi Marianën dhe i tha diçka që ndryshoi gjithçka. Të dua, mami Mariana. Ti nuk je mami Anila, por je edhe ti mami im. Dhe është në rregull të kem dy mama, një në qiell dhe një këtu me mua. Mariana e përqafoi vajzën fort, duke qarë nga emocioni dhe lehtësimi. Ishte pranimi që i duhej aq shumë ta dëgjonte, konfirmimi se kishte një vend real dhe të rëndësishëm në jetën e atij fëmije. Dhjetori erdhi duke sjell fundin e projektit të Artanit në Durrës. Ai u kthye në shtëpi përfundimisht në javën e parë të muajit, duke u pritur me përqafime të forta dhe lot gëzimi. Familja ishte më e fortë tani, e testuar nga distanca dhe sfidat emocionale, por e qëndrueshme në angazhimin e tyre ndaj njëri tjetrit. Krishtlindjet po afroheshin dhe do të ishin të parat si një familje zyrtarisht e martuar dhe e plodhë. Artani dhe Mariana vendosën të bënin diçka të veçantë. Do t'i kalonin festat në një bujtin në plazh në Dhërmi. Do të ishte udhëtimi i parë familjar, një shans për të krijuar kujtime të reja së bashku. Udhëtimi ishte magjik. Fëmijët luajtën në rër, notuan në det, ndërtuan kështjella të përpunuara. Artani dhe Mariana ecnin për dore nëpër plazh në muzikë, duke parë perëndimin e diellit që pikturonte qiellin me nuanca portokalli dhe roz. Natën, hanin darkë së bashku në bujtin, duke biseduar dhe duke qeshur, duke ndjer paqen e atij momenti perfekt. Në prag të Krishtlindjeve, u ulën në verandën e bujtinës pasi fëmijët kishin fjetur. Fladi i detit sillte një freski të këndshme dhe yjet shkëlqenin intensivisht në qiellin e errët. A e mban mend një vit më parë, tha Mariana, duke parë yjet. Ne as nuk njiheshim. Unë isha e dëshpëruar, e vetme, pa asnjë perspektivë se gjërat mund të përmirësoheshin. Dhe unë isha i bllokuar në dhimbje, plotësoi Artani. Duke menduar se kur më nuk do të isha i lumtur, se jeta kishte mbaruar kur Anila u largua. Mariana u kthye për ta parë. A mendon se ishte fat? Apo thjesht rastësi? Artani mendoi për një moment. Mendoi se ishte një kombinim i të dyjave. Por ishte edhe zgjedhje. Ne zgjodhëm të hapeshim, zgjodhëm të besonim, zgjodhëm të ndërtonim këtë së bashku. Fati na vuri në të njëjtin vend, por ishim ne ata që vendosëm se çfarë të bënim me të. Ata qëndruan në heshtje për një kohë, thjesht duke shijuar praninë e njëri tjetrit. Pastaj Artani tha diçka që e kishte menduar prej javësh. Mariana, unë dua që ne të kemi një fëmijë tjetër. Një fëmijë tonin që të mbaj pak nga unë dhe pak nga ti, çfarë mendon? Mariana u befasua.
Nuk e kishte menduar këtë, ishte aq e përqendruar në kujdesin për Laurën dhe Gabrielin sa mundësia për të pasur një fëmijë tjetër as nuk i kishte shkuar në përmend. Por kur dëgjoi Artanin duke thënë këtë, ndjeu një val gëzimi. Po, do të ishte perfekte. Do të ishte konsolidimi përfundimtar i familjes së tyre, një simbol i dashurisë së tyre. Do të më pëlqente shumë, tha ajo, duke buzëqeshur. Do të më pëlqente të kisha një fëmijë me ty. Ata u puthën aty në yje, duke vullosur një premtim tjetër, një ëndër tjetër të përbashkët. Dita e Krishtlindjeve zbardhi e bukur. Shkëmbyen dhurata të thjeshta por domethënëse në rërën e plazhit. Artani i dha Marianës një gjerdan delikat me një varse në formë zemre. Mariana i dha atij një orë për të cilën kishte kursyer para për muaj të tërë. Për fëmijët, lodra që e dinin se do t'i adhuronin. Por dhurata më e veçantë erdhi nga Laura. Ajo kishte bërë, me ndihmën e Marianës pa e ditur Artani, një album fotografik të familjes. Kishte foto që nga ajo ditë e parë në qendrën tregtare, duke kaluar nëpër Krishtlindjet e vitit të kaluar, zhvendosjen në shtëpinë e re, dasmën dhe të gjitha momentet e veçanta gjatë vitit. Në faqen e fundit, ajo kishte shkruar me shkrimin e saj fëminor ende pak të shtrembër. Kjo është familja ime. Babi Artani, mami Mariana, unë dhe vëllai im Gabrieli. Unë ju dua të gjithëve shumë. Faleminderit që më bëtë përsëri të lumtur. Faleminderit që sollët Gabrielin dhe mami Marianën në jetën tonë. Mami Anila ju dërgoi për ne, e di. Dhe e di se ajo është e lumtur atje në qiell duke na parë të jemi një familje e vërtetë. Artani nuk arriti t'i përmbante lotët kur e lexoi këtë. Mariana qante e përqafuar me Laurën. Gabrieli i përqafonte të gjithë, duke u përpjekur të krijonte një përqafim gjigant grupi. Aty, atë mëngjes Krishtlindjesh në plazh, në ndjellin e ngrohtë të verës, ata ishin imazhi perfekt i një familjeje që ishte formuar nga copa të thyra, por që tani ishte më e fortë se kurrë. U kthyen në Tiranë pas vitit të ri, të rigjallëruar dhe të lumtur. Janari solli lajmin që prisnin. Mariana ishte shtatzën. E zbuluan së bashku, në intimitetin e dhomës, duke parë testin me 2 vija. U përqafuan duke qarë, nga gëzimi i pastër, absolut. U treguan fëmijëve ditën tjetër. Laura bërtiti nga lumturia, tashmë duke planifikuar gjithçka që do të bënte për vëllain ose motrën e vogël. Gabrieli u tregua më i qetë, duke përpunuar informacionin, por pastaj buzëqeshi dhe e përqafoi të ëmën, duke thënë se do të ishte vëllai më i mirë i madh në botë. Muajt në vijim ishin të përgatitjes dhe pritjes. Mariana la punën, duke u fokusuar në kujdesin për veten dhe shtatzënin. Artani ishte edhe më i vëmendshëm dhe i dashur. Fëmijët ndihmonin në dekorimin e dhomës së foshnjës, duke zgjedhur ngjyra dhe mobilje, duke diskutuar emra. Shtatzënia ishte e qetë. Mariana bënte të gjitha ekzaminimet, kujdesej për shëndetin, pushonte kur kishte nevojë. Zbuluan se do të ishte një vajzë. Vendosën ta quanin Helena, në nder të nënës së Artanit që i mbështeti aq shumë. Në gusht, gati 2 vjet pas atij takimi fatal në qendrën tregtare, lindi Helena. Ishte e vogël, perfekte, me një tufë flokësh të errët dhe sy që premtonin të ishin jeshil si të sëmës. Artani qau kur e mbajti për herë të parë, duke ndjerë një emocion që nuk e kishte ndjerë që nga lindja e Laurës. Mariana ishte e raskapitur por rrezatuese. Shikonte foshnjën në krahët e saj dhe nuk mund të besonte gjithçka që kishte ndodhur në 2 vitet e fundit. Nga një nën beqare që luftonte për të mbijetuar, ishte bërë një grua e dashur, nën e 3 fëmijëve, pronare e një shtëpie të bukur, pjesë e një familjeje reale dhe solide. Laura dhe Gabrieli shkuan ta vizitonin motrën në spital. Laura e mbajti me kujdes të madh, e mahnitur nga ajo qenie e vogël. Premtoi t'i mësonte gjithçka që dinte motrës së vogël, ta mbronte gjithmonë. Gabrieli e preku me nderim, i habitur se sa e vogël ishte. Premtoi të ishte gjithmonë një vëllai i pranishëm dhe i dashur. Artani vëzhgonte skenën me zemrën që i gufonte. Aty ishte familja e tij. Një familje që ishte formuar në mënyrën më të pamundur të mundshme, por që ishte reale, e fortë, plot dashuri. Anila gjithmonë do të kishte një vend në zemrën e tij dhe në jetën e Laurës, por tani ai kishte gjetur një dashuri të re, një shans të ri për të qenë i lumtur. Kur u kthyen në shtëpi nga spitali, rutina ndryshoi përsëri. Tani kishte një foshnjë, me të gjitha kërkesat që sjell një i porsalindur.
Net pa gjumë, pelena të pafundme, të qara që nuk pushonin. Por kishte edhe të qeshura, për qafime, erën e ëmbël të foshnjës, buzëqeshjen pa dhëmbë që u shfaq pas disa muajsh. Laura dhe Gabrieli ndihmonin si mundnin. Sillnin pelena, e bënin motrën e vogël të qeshte, i këndonin për ta vënë në gjumë. Ishte një familje që funksiononte në sinkron të përsosur, secili duke kontribuar me atë që mundte, secili duke u kujdesur për tjetrin. Në dhjetor të atij viti, 3 vjet pas takimit fillestar, familja ishte e mbledhur në dhomën e ndenjes të dekoruar për Krishtlindje. Helena, tani 4 muajshe, ishte në prerin e Marianës. Laura dhe Gabrieli luanin me lodrat e tyre, tashmë shumë më të rritur dhe më të pjekur. Artani përgatiste darkën në kuzhinë duke kënduar këngë Krishtlindjesh. Mariana pa përreth dhe ndjell një mirënjohje aq të thellë sa i dhemte në gjoks nga intensiteti. E gjithë kjo dukej si një ëndër. 3 vjet më parë, ajo ishte në një dyqan lodrash, pa para për t'i bler asgjë të birit, pa shpresë se jeta mund të përmirësohej. Dhe tani ishte aty, në një shtëpi të bukur, me një burrë që e donte, me 3 fëmijë të shëndetshëm dhe të lumtur, me siguri dhe paqe. Artani u shfaq nga kuzhina dhe u ul pranë saj. Mori Helenën në krah, duke bërë mimika qesharake që e bënin të lëshonte klithma gëzimi. Pa Marianën dhe pa lot në sytë e saj. Pse po qan, e pyeti i shqetësuar. Nga lumturia, u përgjigj ajo. Po qaj sepse jam e lumtur. Shumë e lumtur. Më e lumtur se sa mendoja se ishte e mundur. Artani e tërhoqi në një përqafim me një krah, pasi tjetri mbante foshnjën. Edhe unë. Ti ma ktheve jetën. Më dhe një arsye për t'u zgjuar çdo ditë duke buzëqeshur. Më dhe një familje të vërtetë. Laura dhe Gabrieli u bashkuan në përqafim, duke krijuar atë rreth familjar që ishte bërë shenja e tyre dalluese. Aty, të përqafuar, ata ishin prova e gjallë se mrekullit ekzistojnë. Jo mrekullit madhështore të dritave dhe engjëjve, por mrekullit delikate, të maskuara si takime të rastësishme, si mirësi e papritur, si guxim për t'u hapur përsëri. Atë natë, gjatë darkës, bën një dolli. Artani ngriti gotën e tij me lëng, pasi Mariana ende ushqente me gji dhe nuk pinte alkool, dhe mbajti një fjalim. Doja të falenderoja për gjithçka që ka ndodhur në 3 vitet e fundit. Të falenderoj Marianën që pranoi ftesën time në ato Krishtlindje të para, që më besoi, që më dha një shans të dytë në dashuri. Të falenderoj Gabrielin që solli gëzim dhe jetë të re në shtëpinë tonë. Të falenderoj Laurën që ka një zemër kaq të madhe, kaq bujare, që ishte ajo që sugjeroi të blinim atë lodër për Gabrielin atë ditë. Po të mos ishe ti, bija ime, asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur. Dhe të falenderoj Helenën që plotësoi familjen tonë në një mënyrë që as nuk e dinim se ishte e paplot. Të gjithë përplasën gotat, fëmijët me gotat e tyre me lëng, në një dolli për familjen, për dashurinë, për jetën. Ishte një moment perfekt, kristalor, i llojit që mbetet i gdhendur në kujtesë për gjithmonë. Më vonë, kur fëmijët tashmë flinin dhe Helena ishte në djepin e saj në dhomën e çiftit, Artani dhe Mariana u ulën në divanin e dhomës së ndenjes, thjesht duke shijuar heshtjen dhe praninë e njëri tjetrit. A pendohesh për ndonjë gjë? Pyeti Artani pa pritur. Mariana mendoi për një moment. Pendohem që vonova kaq shumë për të pranuar ndihmën tënde në fillim. Pendohem që nuk besova më shumë te vetja më parë. Por nuk pendohem për asgjë që ka ndodhur që kur u njohëm. Po ti? Unë pendohem që vonova kaq shumë për ta lënë Anilën të shkojë. Jo në kuptimin e harresës së saj, por në kuptimin e lejimit të vetes për të qenë përsëri i lumtur. Por përveç kësaj, jo. Çdo moment ishte i nevojshëm për të arritur deri këtu. Ata qëndruan në heshtje, duke reflektuar mbi udhëtimin. Kishte qenë i gjatë, i vështirë ndonjëherë, plot sfida dhe frikëra. Por ja kishte vlejtur çdo lot, çdo moment pa sigurie. Sepse i kishte çuar deri aty, deri te ajo familje e bukur, deri te ajo dashuri e thellë dhe e vërtetë. A mendon se Laura kishte të drejtë? Pyeti Mariana. A mendon se Anila na dërgoi për ju? Artani buzëqeshi. Më pëlqen të mendoj se po. Më pëlqen të besoj se ajo është në paqe, se paqe Laura kishte nevojë për një nënë dhe se unë kisha nevojë për një shoqe. Më pëlqen të mendoj se ajo na udhëhoqi deri te ai dyqan, atë ditë specifike, në atë moment të saktë. Por edhe nëse nuk ishte kështu, edhe nëse ishte thjesht rastësi, rezultati është i njëjtë. Ne u gjetëm. Ne u zgjodhëm.
Ne e ndërtuam këtë këtu. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi, plotësoi Mariana. Jo si filloi, por si vazhdoi. Si luftuam për këtë. Si zgjodhëm çdo ditë ta ndërtonim këtë familje. Ata u puthën aty, një puthje e butë, plot dashuri dhe premtime për të nesërmen. Kur u ndan, Artani e tërhoqi Marianën në një përqafim dhe qëndruan kështu, thjesht duke u mbajtur, duke dëgjuar frymëmarrjen e njëri tjetrit, duke ndjerë rrahjet e zemrës në sinkron. Jashtë, qyteti i Tiranës vazhdonte jetën e tij frenetike, indiferent ndaj dramave personale të miliona banorëve të tij. Por aty, në atë shtëpi në Lundër, kishte një familje që kishte gjetur paqe. Kishte dashuri që kishte lulëzuar nga hiri. Kishte fëmijë që kishin fituar prindër të pranishëm dhe të dashur. Kishte të rritur që kishin mësuar të donin përsëri, të besonin përsëri, të shpresonin përsëri. Dhe gjithçka kishte filluar në një pasdite të thjeshtë dhjetori, në një dyqan lodrash plot njerëz, kur një vajzë me zemër bujare vendosi se një djalë tjetër meritonte të ishte gjithashtu i lumtur. Ai gjest i vogël, ajo mirësi fëminore, ishte shndërruar në diçka shumë më të madhe. Ishte shndërruar në një familje. Ishte shndërruar në dashuri. Ishte shndërruar në një mrekulli moderne, të llojit që ndodh çdo ditë, por që pak njerëz ndalen për ta njohur. Familjet më të bukura nuk lindin nga gjaku, por nga dashuria e zgjedhur. Nga dashuria që kultivohet ditë pas dite, në gjeste të vogla dashurie, në durim në momentet e vështira, në falje kur është e nevojshme, në prani të vazhdueshme. Janë këto familje që tregojnë forcën e vërtetë të dashurisë njerëzore, aftësinë që kemi për të rishpikur, për të shëruar plagë të thella, për të ndërtuar diçka të bukur nga copa të thyra. Artan Hoxha, Mariana Hoxha, Laura Hoxha, Gabriel Hoxha dhe Helena Hoxha. 5 njerëz që fati i bashkoi në një mënyrë të pamundur por perfekte. 5 njerëz që u zgjodhen, që u deshën, që ndërtuan një shtëpi të vërtetë. 5 njerëz që provuan se shanset e dyta ekzistojnë, se dashuria gjithmonë gjen një rrugë, se mrekullit ndodhin për ata që janë të gatshëm të hapin zemrën dhe të besojnë. Dhe atë natë Krishtlindjesh, 3 vjet pas takimit fillestar, ndërsa familja flinte e qetë në dhomat e tyre, qyteti jashtë shkëlqente me dritat e tij festive. Diku, familje të tjera po formoheshin, zemra të tjera po hapeshin, mrekulli të tjera po ndodhnin. Sepse kjo është bukuria e jetës. Ajo gjithmonë gjen një mënyrë për të befasuar, për të shëruar, për të sjellë shpresë edhe në momentet më të errëta. Dhe kështu përfundon historia e Artanit dhe Marianës, e Laurës dhe Gabrielit, e një familjeje që lindi nga takimi më i pamundur i mundshëm, por që u bë gjëja më solide dhe e vërtetë në jetët e tyre. Një histori dashurie, tejkalimi, guximi dhe, mbi të gjitha, shpresë. Shpresa se pavarësisht sa të humbur jemi, pavarësisht sa errët duket rruga, gjithmonë ka një dritë në fund të tunelit. Gjithmonë ka një shans për të rifilluar. Gjithmonë ka mundësinë për të gjetur dashurinë përsëri.